Në këtë ekspozit janë rreth 60 punime në teknikat e grafikës, mix media dhe akrilikut. Dhe munduar që të nxjerr këto punët e fundit, është një punë 30 vjeçare, por duke nxjerr këto punët e fundit që kam bërë. Çfarë zhanri ke përdorur? Duhet punime abstrakte, çfarë? Në përgjithësi janë punë kështu abstrakte, ka dhe impresione të ndryshme, janë përzierje tematikash jo që lëvrohen shumë ke artistët e tjerë, është monotipi, kolazhi. Janë disa ekspozita që unë i kam punuar gjithë jetën time artistike dhe kam konkluduar me këto. A nuk janë punime të viteve të fundit? Jo, janë punë ndër vite, pocete të ndryshme, fragmente të ndryshme, por janë hedhur të reja tash. Ndonjëherë ne abuzojmë me artin abstrakt, thjesht edhe ngjyrash. Arti abstrakt është një nivel shumë i lartë për një artist që të arrijë qëllimin e tij. Pastaj vetë jeta jonë është pak abstrakte, nuk është diçka, ne varet vetëm se si i shikojmë gjërat, ne i shohim ndryshe. Unë mendoj që ka identitetin e vet artisti, jam punët e tij dhe ndjesia e tij. Kjo është shumë e rëndësishme për çfarë do lloj arti. Nuk është e saktë të përcaktosh art abstrakt ose realist. E rëndësishme është çdo artist japi botën e vet, rëndësinë e vet, çfarë ai është brenda vetes vet dhe të jetë mundësi ta hedhë në telaje. Mua më pëlqen, janë punë të mira, ka një lloj ngjyrash, ka një ekspresivitet mjaft të mirë. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht si artist. Unë mund të them që jam nga të vetmit që mundin e njoh që para 55 vitesh. Ishte një talent i heshtur, edhe unë e kam qenë piktor i heshtur. Nuk e ndjej fare. Po kohët e fundit me thënë drejtë, me që u kryuan ca marrëdhënie më të shpeshta, ndikuam edhe gati ja imponuam që duhet hapi një ekspozitë. Ky është një zhanër, i vetë një zhanër që ky hapi ekspozitën. Po ky është edhe peizazhist shumë i mirë, portretist. Është marrë edhe me gjininë e ngjyrave. Biles ky shumë shpejt do ketë një ekspozitë tjetër që do ta kënaqë edhe më tepër. Ka po peizazhe të bukura të mrekullueshme. Unë të them drejtën, i uroj me gjithë zemër që ai hyni në këtë lojë. Tash nuk del më. Ekspozita e ka kthyer galerinë Dushi në një atraksion. Thank you.